Mirë se erdhët në Bima dhe Shëndeti. Jemi me doktor Ylli Merian në rubrikën tonë të përjavshme. Mirë se erdhët, doktor. Përshëndetje, mirë se i gjej, sigurisht kënaqësia është dhe e jona. Të cilin do të aftojmë edhe për të bërë pyetjet në lidhje me shqetësime të ndryshme, problematika, pasiguria, apo kuriozitete që lidhen pikërisht me produktet, prodhimet e natyrës. Dhe shpesh kur flasim në studiot tona edhe në përditshmëri kur flasim për vajin e ullirit si një nga vajrat e jashtëzakonshëm për vlerat që ka, harrojmë që natyra na ka ofruar dhe vajra të tjerë po aq me fuqi të jashtëzakonshme që janë neglizhuar, nënvlerësuar ose ndoshta për shkak të mos informacionit të duhur, të cilat janë si një ilaç për organizmin tonë. Sot konkretisht do të ndalemi tek vaji i farave të kungullit, një produkt i errët, siç mund ta shihni në produktet që kemi këtu të sapo prodhuara dhe një video që e kemi pak më vonë për të treguar publiku se si prodhohet vaji i farave të kungullit. Shumë aromatik i pasur me shumë element ushqyes dhe përdoret prekosh në mjekësinë popullore. Po alternative, po sidomos këto 30 vitet e fundit kanë marrë një përpjesim më të madh përdorimet e këtyre vajrave bimore, që të gjitha farat e ndryshme kanë vaj. Vajra bimore, të cilat, ashtu si që përmendet edhe ju për vajin e ullirit, që janë ushqime të mrekullueshme për organizmin. Si thua i plotësojnë ato mangësi ose nevoja që organizmi i ka për të siguruar jetëgjatësinë e tij. Bukur. Tani, ndalemi tek vaji i farave të kungullit. Çfarë e bën kaq ushqyes, kaq të veçantë vajin e farave të kungullit? Cilat janë ato elementet aktiv për të cilat duhet të jemi të informuar në mënyrë që të marrim le të shikojmë origjinën e tij, nga vjen. Pra është vaji i farave të kungullit. Si formohen ato? Duhet që një farë vogël, që qëndron si e heshtur kur ne e mbajmë në dorë, por kur bie në tokë dhe sigurohen kushtet e saj, atëherë kjo na jep një jetë të re, një bimë të re, e cila zhvillon një kërcell të gjatë dhe bën fruta të mëdhaja. Dhe për të formuar këto fruta, për të pjekur, atëherë i duhet pothuajse një verë e tërë, që do të thotë këto fara, bashkë edhe me atë tulin e kungullit, me vërtet që e kanë diellin brenda. Por janë të harmonizuara shumë mirë edhe me atë lagështirën e tokës, me ato mikroelemente që merr nga toka, dhe ato çka farat e kungullit depozitojnë në brendësi të tyre, që është me të vërtet një univers i tërë të mbështjella me një cip të gjelbër të lehtë, që është klorofili. Atëherë, çfarë ndodhe në brendësi, le të themi, të këtyre farave? Çfarë marrim neve? Veç kësaj që ai tuli është i mrekullueshëm dhe është, si të thuash, vjen nga një verë e nxehtë e deri në vjeshtën e freskët. Dhe frutat e tij të mëdhaja jetojnë gjatë gjithë dimrit. Pra është një ushqim i ngrohtë për dimrin. Po pse? Se përgatiten ato byrek të gjitha, dhe ka kalori të mira, por le të fokusohemi tek farat. Atëherë, vetë emri latin i saj cucurbita pepo do të thotë një bimë solanore që ikën kështu me kërcell të gjatë në tokë, ku futet edhe shalqini, trangull e tjera, ka në brendësi të tyre këto farat të cilat, po t'i marrim dhe t'i analizojmë në 100 gram fara, afërsisht neve marrim disa mikroelement që nuk i sigurojmë nga tjerat. Ne kemi proteina si tek mishi 20, 25 deri në 30 gram në 100 gram fara. Marrim afërsisht 40, 45 deri në 50% vaj. Pra sa më shëndetshme të jetë kjo farë, aq më shumë vajra do të na japi. Atëherë, krahas këtyre, kur thoni më i shëndetshme, e dallojmë tek tani tek patjetër, pamja që ka fara të cilat janë tamam si elips dhe të mbushura mirë. Ka disa që janë si petashuqe të holla, ato janë me shumë pak vaj. Ndërsa ajo shija e ajo aroma e saj është që, shiko, në fillim kjo të jep një si ngrohje të gjuhës, dhe kur i shtypin farat, ne vëzhgojmë se si në organizmin e njeriut, ajo e lëm brapa një pjesë të freskët, një aromë të butë, po, dhe një pjesë të freskët, e cila, si thua, bartë në vetvete, ato ditët e bukura të vjeshtës,
dhe ngjyrën e errët të mbrëmjes që ne shikojmë tek shisha, por që ngjyra në kuptimin... Që tregon nga ngjyra e errët? Ajo ngjyra e errët na tregon që aty në brendësi të këtij vaji ndodhet Kur kemi ngjyrë errët, apo e kthejmë pak nga ana tjetër që të tregohet. Po, tamam. Shiko, ky është vaji i kungullit. Prania e fitosteroleve, e acideve oleike dhe e këtij klorofilit. E kësaj cipës së gjelbër, bëjnë këtë gjë që i japin atij një ngjyrë të errët. Duhet t'ua theksojmë njerëzve që për ta ruajtur këtë ngjyrë, ne duhet ta mbajmë në shishe të errta. Përveç këtyre, kjo përmban edhe tokoferolin, atë vitaminën E. Pra, e theksuam betosterolet, këto acidet yndyrore të pangopura, tokoferolet, klorofili, janë të pranishme këtu. Dhe çfarë mund të na ndodhi? Në prani të rrezeve të diellit, këto acidet yndyrore vazhdojnë që të shpërbëhen. Ky tokoferoli ose vitamina E që ndodhet edhe tek ky vaj i kungullit, edhe tek vaji i ullirit, tek shumë e radhë, vazhdojnë që të harxhohen, të kompensohen për të mbrojtur ato zinxhirët që të mos këputen, sepse do të na dalin këto radikale të lira pastaj, vargje të lira në vaj, që do të thotë, nga një vaj që është antioksidant, ai është oksiduar për veten e vet. E këtë gjë e bën rrezatimi ultraviolet dhe prania e oksigjenit. Ne e mbajmë në shishe të errta dhe e mbajmë të mbyllur. Dhe jetëgjatësinë pastaj e kemi të pa diskutuar afërsisht 2 vite. 2 vite. Pra, kur hapet, është e rëndësishme të vendoset në frigorifer? Jo, nuk është e nevojshme, sepse ne përmendëm që ky e ka mjafton pra në një vend të errët, ka të acidin linoleik edhe oleik, që si thuash omega 6 dhe omega 3 që japin këtij veti antioksidative dhe e mbron vetveten ai. Nëse e lëm në diell, atëherë ky fillon që të shkatërrohet. Të shkatërrohet, oksidohet. Tani, përpara se të kalojmë tek prodhimi, sa fara duhen për të bërë x mililitra, litra vaj dhe vlerat që marrim ne gjatë konsumimit, meqense ky vaj prodhohet nga këto fara që kanë këtë klorofilin, që kanë gjithë elementet e tjerë ushqyes. Klorofili është kjo e gjelbra që duket mbi të, një cipe holl që rrethon. Nëse ne konsumojmë çdo ditë një grusht të vogël me fara kungullit, çfarë përfitojmë? Shiko, ne marrim afërsisht nga këto, marrim këto proteina që unë përmenda, marrim këtë vajin me acide yndyrore, marrim pak skualen. Çfarë është kjo? Kur e shohim atë vajin e ullirit, atë ekstra vergjine, ajo të jep një djegje të lehtë në fyt. Pra, ky është një triterpen yndyror i cili gjendet edhe tek vaji i kungullit, edhe na jep atë shijen pak si të hidhur. Por ky skualeni në organizëm së bashku me acidin stearik i japin lëkurës, i japin një butësi, një elasticitet dhe nuk e lën që të krijohen rrudha, sepse është antiplakjes. E kuptua? Se mund të ketë shumë interes kjo pjesa, edhe vitamina E për patjetër. Pra, me vërtet mund të merret dhe të përdoret edhe për lyerjen e fytyrës edhe të flokëve, sepse frenon, si thuash, zbardhjen edhe plakjen e tyre. Atëherë, përmendëm dhe këto acidet yndyrore që ndodhen edhe tek fara dhe që kur shtrydhet ky në presim të ftohtë, kalojnë edhe tek vaji në mënyrë të pa diskutuar. Por kemi dhe këtë vitaminën E që ne e përmendëm, kjo ndodhet tek fara dhe kalon tek fruti dhe çfarë nuk kalon te vaji, meqense të gjitha ato që përmendni janë edhe te fara e te vaji. Nuk kalon, për shembull, ky ka magnez dhe zink. Të cilat kur përpunohen për vajin, nuk kalojnë? Kalojnë ose janë tek ajo pulpa, por që nuk ndodhen tek vaji. E kuptova. E për çfarë na hyn në punëve këto? Se po themi hajmë, unë po marr vajin dhe bolli kam. Proteinat, këto mineralet, që magnezi është afërsisht në 100 gram, është 500 mg magnez. Është si thuash, neve po të marrim 2 lugë gjelle me fara kungulli, sigurojmë afërsisht 30-40% të dozës së magnezit. Magnezit ditor. Ditor. Për shembull, femrat mund ta kenë nevojë 300, 310, 320 mg,
ndërsa meshkujt mund ta kenë 400-420 mg. Dhe sa përthithet pastaj në... Dhe përthithet kjo në organizëm, po, patjetër, po. Se të gjithë vrapojmë tek suplementi, doktor, për të zëvendësuar magnezin në organizëm, sepse është diçka më e kollajtur, kur ndërkohë kemi këto fara të cilat na sigurojnë magnezin ditor. Po, që nuk e jep magnezin vetëm si një komponent kimik. Magnez, ajo që është, por e jep të lidhur, të bashkëshoqëruar, edhe me këto që unë përmenda. Po përmban edhe pak fosfor, po edhe pak hekur, e pak kalcium, e kështu me radhë. Është më e lehtësisht e përthithshme magnezi për i farave se për një suplementi? Patjetër. Se dilema më e madhe e suplementeve që marrim është sa përthithen në organizëm. Le të mbetemi këtu. Pra, në qoftë se ne duam që të kemi muskuj të fortë dhe të shëndetshëm, atëhere përdorim këto farat e kungullit, ose pulpën e kungullit, ose vajin e kungullit. Sepse, kjo ka edhe një veçori tjetër, ndihmon për shembull testosteronin tek meshkujt që të mbahet në nivele të larta. Që do të vemi më poshtë dhe do të shpjegojmë pse kjo me vërtet ka një funksion, një veçori që, si thua, na e ul atë pjesën e zmadhimit të prostatës. Le të jetë kjo edhe beninje, por e frenon rritjen e saj, ul edhe atë të urinimin e shpesht natës, e frenon atë, sepse të gjithë këto mikroelement, gjithë këto antioksidant, shkojnë të pjesa fundore e vezikës, ku është prostata, dhe si thua i japin një relaksim këtyre muskujve dhe i bën që ata të hapen lirshëm. Dhe kur ato hapen lirshëm, urina rrjedh lirshëm, nuk mbetet më urinë reziduale dhe gjithçka është e qetë. Pastaj ky person që mund të çojë 4-5 herë, fillon që të ndjejë atë uljen, rënien pak e nga pak, nga 5 në 4, në 3, në 2, deri në një herë që mund të çohet natën. Dhe e bën gjumin të rehatshëm. Po, ndërsa tek hormonet e balanca hormonale tek femrat? Po, çfarë ndikimi ka? Vaj dhe fara, të dyja? Sigurisht, në këto raste ne më shumë duhet të përdorim farat. Po. Ato fitokimikatet që ndodhen tek fara. Pra, kimikate natyrale. Fitosterolet që ndodhen këtu, bëjnë që ajo ura lidhse tek femrat midis dy brigjeve hormonal, se ndodh me të vërtet një transformim rrënjësor tek femra, kur ajo është nga një gjendje pjellorie në një gjendje do të kaloj në menopauzë. Ndryshon me vërtet edhe struktura e saj, ose bëhet nervoze, ose ndryshon jeta, dinamika e kështu me radhë. Farat e kungullit, po ndryshon hormoni progesteroni e kështu me radhë, atëre, kjo na bën të mundur këtë gjë, që ky ndryshim të jetë shumë herë më i lehtë, pa atë e gërsin në shumë femra, të cilat bëhen shumë nervoze, ulin atë pragun e nxehtësisë trupore, pra ato afshet nuk janë aq të nxehta e kështu me radhë. Prandaj është thënë kështu që farat e kungullit ose vaji i kungullit është si një urë ndërlidhse midis dy ndryshimeve hormonale që këto transformime të bëhen shumë lehtësisht. Qartë. Doktor, kur blejmë fara në treg, gjithmonë kemi atë dyshimin, a janë mira, mos kanë këto alfatoksina, ato siç ndodh në paketime të ndryshme amballazhime dhe duhet jemi të sigurt. Si duhet jetë një far kungulli mirë e trajtuar, mirë e mbajtur? Atëherë, le të themi, kjo që është një far e qëruar, pa atë cipën. Se unë shikoj që ka një aromë tamam të butë, të aromës kungullit, por në disa raste të tjera të vjen ajo si aromë e hidhur ose ka një aromë ndryshe nga farat e tjera. Nëse do të na lër atë shijen e hidhur në gojë. Nëse edhe kur ne ka përcejmë këtë prap na vjen ndonjë si avull nga goja, jo me atë shijen e mirë të vajrave esenciale, kështu vajrave bimor që ndodhen tek kjo, atëherë duhet të na shkojë mendja që shiko me vërtet këto fara mundet që të kenë edhe suplemente ushqimore, le të themi, mund të kenë edhe kështu kimikate të shtuara. Ndërsa kur ne konsumojmë këtë dhe organizmi ndihet i qetë, duhet mendojmë që shtesat tek këto fara
janë shumë të pakta. Shtesat në të tjera bëhet për ta zgjatur për të shtuar rendimenti, rendimentin, për të marrë më shumë fara, për të marrë më shumë vaj, ndoshta tek fara, tek shumë e radhë. Po kjo është një farë austriake. Ne kemi qenë edhe bashkë kur ne mbollëm atë parcelën aty në Lushnjë, të cilat ato jepnin një frut afërsisht le të themi 6-7 kg, dhe brenda ishte e mbushur me fara. Po konsumimi me gjithë lëvozhgën është i dëmshëm? Po kjo është një hibrid. Jo pjesa e brendshme. Ajo është e fortë, është si celuloza ajo. Po i posin, i pjekin dhe i konsumojnë? Po t'i qërojnë, po. Duke i qëruar. Se kam parë që i hanë kështu si që janë, ose i bluajnë edhe përdorin atë pluhurin. Atëre, le të themi kështu. Do ham ato fara, do e ndotim ambientin. Kjo mendojnë është hibride. Hibride do me thënë e krijuar që në frutin e kungullit ato cipat të treten, ato mbështjelljen. Dhe fara del kështu e qëruar si që është. Atëre, unë mendoj që... Kur piqen humbasin vlerat? Kur piqen humbasin pak vlerat, por merr një shije pak më të fortë. Po, më të theksuar. Po, pikërisht, pra, këtë e bëjnë ato fitosterole të cilat ulen pak në sasi, po shtohet ajo vlera e përqendrimit nga skualeni që ndodhet aty në brendësinë e saj. Vlera e përqendrimit e substancave aktive. Për të kaluar tek vaji, ne kemi disa momente të cilat janë filmuar vetëm sot, vetëm për të treguar sot në orët e para të mëngjesit, vetëm për të treguar se si prodhohet. Dhe unë të falenderoj doktor për angazhimin, se si prodhohet vaji farave të kungullit. Nëse kemi një material, ne mund ta ndjekim tani dhe e komentojmë me doktorin këtu në studio. Pra, farat vendosen të kjo makineria, mund da e komentosh, doktor, se si është procesi? Hinka, aty procesi është kështu, presim, pra ato farat, fute në një hink kështu me spirale, e cila i ngjesh ato shumë, dhe farat e shtrydhura në njërin krah, na japin, le të themi, atë si mbetje, që ajo është shumë e shëndetshme që mund të përdoret për pulat, dhe është një ushqim shumë i shëndetshëm pasi marrin këto mikroelementet që kalojnë tek ajo kova e bardhë, ndërsa aty në brendësi, në krahun tjetër, bien të gjitha ato që ne përmendëm, pra duke përfshirë që tek fitosterolet, acidet yndyrore, skualeni, pra nuk është thjesht një vaj, janë të gjithë këto elemente, substanca që janë shumë të mikroelementet. Është sa fara duhen për të prodhuar 1 kilogram vaj? Po, është një raport? Po, është një raport. Shiko, ne përmendëm që tham ka 20-25% proteina dhe 20 deri në 50% acide yndyrore, që do të thotë, duhet të na duhen afërsisht 2 deri në 2.5 kilogram fara për të marrë 1 kilogram vaj të kungullit. Po. Dhe në këtë 1 kilogram vaj të kungullit, që e ka peshën specifike afërsisht nga 910 deri në 920 gram, ku 1 gram proteina ka 9 kalori, neve marrim nga kjo 1 litër, mund të themi, nga 8200 deri në 8300 e 400 kilokalori. Ja, se si është procesi i mbetjeve, ajo që shkopu tani është mbetja, Po ato si shkopin, po ato mund të përdoren shumë mirë si ushqim për pulat. Po, dhe jo vetëm edhe për bimët, ndoshta për tokën, çakanobor. Po ne themi që t'japim pulës se të na marrin vezën. Po bimët nuk janë ashtu të rëndësishme. E qartë, po. Fruta, perimet që mblidhen. Ose mund të bëhet me këto bërësit e ndryshme dhe t'ju jepet lopëve, e cila ndihmon me vërtet në shtimin e qumshtit. Mund ta provojmë një nga vajrat e kungullit për ta testuar pak shijen edhe çfarë arome lë ajo, cilën mund të hap? Sepse ju keni prodhuar edhe dash është ajo për shembull, shiko, ai vaj deli turbullt atje del bashkë me këtë pulpën. Pra ky do të jetë ngjyra e errët, por ajo është fiks ngjyra e errët e vajit. E vajit. Ndërkohë, ajo precipitimi i pulpës, ajo vazhdon kështu, po. Është sërish një mënyrë shumë e mirë për ta përdorur tek një Facebook, për shembull. Është një ide që më erdhi tani në moment. Biles në Kosovë i thon gjalpi i kungullit. Gjalpi i kungullit, gjalpi sepse mund të shpërndahet shumë mirë tek feta e bukës, pak mjalt mbi të dhe është e mjaftueshme. Po.
Më vjen një aromë delikate dhe aromë si arra. Po, afron me ato, sepse ne përmendëm kështu ajo përzierja e këtyre acideve yndyrore, e përmban edhe atë acidin linoleik, oleik, që i afrohen asaj shije, për shumë, pra omega 3, shi 6, ato tokoferoli që është po. Ti pa të ndjesin arave të pjekura, ka një shije të ëmbël, delikate, ndihet ajo në fund fare, një freski, po, e jep këtë efekt në shisën e të shijuarit. Cila është doza e përdorimit? Si duhet ta përdorim? Doza e përdorimit është afërsisht. Në qoftë se do të marrim qëllimin që do ta përdorim. Pra, nga kjo do të udhëhiqemi në përdorimin e saj. Në rastin e prostatës, me qenë se kemi të lidhur shumë vajin e farave të kungullit. Shiko tash, në rastin e prostatës, ne kemi një përbërës të fitosterolit që është beta-sitosteroli, i cili kryen me të vërtet një mrekulli në organizmin e njeriut. Sidomos pas moshës 50 vjeç, fillon që testosteroni të ulet dhe enzimat të marrin dhe ta kthejnë këtë testosteron në dihidrotestosteron, i cili nxit zhvillimin e qelizave të prostatës dhe në përgjithësi ndikon në rënien e flokëve në pjesën e sipërme. Që është karakteristike tek meshkujt. Tek meshkujt, po. Pra tregon që testosteroni tashmë tek këta njerëz ka filluar të bjeri. Po kush është mekanizmi? Pra duhet paraprakisht, para se të bjerë, meshkuj duhet kujdesen që mos arrin tek pjesa e... Po, tashi, kush është mekanizmi? Këtu tashin, në këtë vaj, ne përmendëm këtë ndodhen këto fitosterolet edhe në veçanti beta-sitosteroli. Çfarë bën ky? Ky ka në brendësi të këtyre farave, ose të atij vajit, një enzim që është 5-alfa reduktaza. Kjo enzim, çfarë bën? Frenon, si thuash, degradimin ose uljen e testosteronit dhe shndërimin e tij në dihidrotestosteron. Pra, 5-alfa reduktaza, që është enzim, kryen me të vërtet atë funksionin mbrojtës të prostatës. Pra, nëse kemi një edem të saj, një zmadhim, kjo fillon që të më realizoj rrudhosjen e parë. Qartë. Pra, ky është ai mekanizmi mbrojtës. Por, le të themi tek këto acidet yndyrore që ndodhen, atëre, shiko çfarë mrekullie bëjnë tjetër këto kampesteroli dhe sitosteroli dhe sigmasteroli. Janë 3 përbërës që ndodhen në vajin e ullirit, kur futet ky në pjesën e zorëve intestinale, ky pakson përthithjen e yndyrnave dhe ndikon drejt për së drejti në uljen e kolesterolit të keq dhe rritjen e kolesterolit të mirë. Pra ja dhe një veçori tjetër e këtyre të tjera veçori të themi pas publicitetit, se dua që të marrë edhe telefonatat e shikuesve, rikthehemi shpejt. Miqtë, rikthyer tani është momenti juaj dhe për të na telefonuar në numrin që do të shfaqet në ekran për pyetje që keni për doktor Ylli, ndërkohë lam tek përdorimi i farave dhe i vajit në luftë ndaj parazitëve. Po, për parazitët, kjo ka një lëndë aktive, kukurbitacina, e cila është toksike për parazitët dhe ju paralizon sistemin nervor. E shoqëruar me muslin që ka edhe fara kungulli brenda, ajo ndihmon që parazitët të shqiten nga mukoza dhe të dalin jashtë. 1 deri në 2 lugë gjelle në ditë fara kungulli, ose 1 lugë supe me vajin e farës së kungullit. Se duke të kanë qenë duke na pritur shikuesit për të se duaj që t'i lë hapësirë. Përshëndetje, mirë se erdhët, ju dëgjojmë. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi. Kisha të bëj një pyetje doktorit në lidhur me agjërimin. Tani unë se jam shumë në peshë, jam nën peshë, po e mbaj. Në pjesën, në momenti kur unë dua ta qel, kam një dhimbje normal nga mrapa mesi, poshtë brinde. S'është shqetësuese, por do të them që ka të bëjë me kolitin. Kur është mbrapa mesit më shumë, nëse keni kështu djegje urine, duhet jemi... Jo, djegje urine nuk kam. Nuk kam. Vetëm që më mban që kështu mrapa, pjesa mrapa, ansoret.
Po muskujt ju dhëmbin në të dy anët e brinjve? Po pjesërisht. Atëhere, duhet të jemi tek ndonjë spondeliatroz. Nuk ma do Me cervikale jamu në fakt. Është vetëm nga kjo. Po, ju bën shumë mirë ai vaj reumer, ose po morët për shembull që të kombinoni ndonjë vaj ulliri me ndonjë vaj esencial, për shembull ndonjë dafin ose mersin, ose atë vajin e recinit, që e përmendëm dhe në pushim, vajin e kastorit. Po, vaj reumere këtë mrekullueshëm. Po. Doktor, agjërimi, në qoftë se unë kam parazitë, më dëmton, mund të eliminoj apo si... Edhe në agjërim, edhe në jetën normale, parazitët sigurisht janë mysafirë të pa dëshiruar, marrin nga organizmi mikroelementë ushqyes. Atëhere, aq më keq kur njeriu agjëron dhe merr vetëm 2 vakte gjatë ditës. Kjo duhet të ketë që të 2 vakte të shëndetshme, të plota me mbi 1000 kalori secilin. Secilin vakt. Faleminderit zonjë për telefonatën. Të tjera telefonata e mirëpresim, duke qenë se dhe minutazhi vrapon. Përshëndetje, mirë se erdhët, ju dëgjojmë direkt në studio. Po, me doktorin doja të flisja. Po, bëjni pyetjen tuaj. Kam burrin me brosit kronik. Po. Ka sekrecione? Ka. I ka gjë me ngjyrë ato? Dhe me ngjyrë dhe pa ngjyrë. Po, vështirësinë frymarrje ka? I ka gjë me ngjyrë ato? Ju lutem të na dëgjoni nga telefoni, se vjen me vonesë zëri më pas. Po, ka shumë. Natën djersitet? A djersitet natën? Po. Atëre, ne ju japim një këshill. Ose të përdorim lulen e thundërmushkës, gjethen e mëllagës që janë gjithandej të pranishme në vendin tonë, lulja e aguliçes që tash është duke çelur, ose marrim atë çajin bronkomer, pim 3 gota në ditë, propolisin me rigon dhe përgatisim një përgatitje në shtëpi duke marrë kocka këmbësh, 2 kocka këmbësh, i zjejmë në 3 litra ujë afërsisht 2-3 orë. E marrim këtë lëngun, e lëm që të ftohet, hiqja të pjesën e sipërme të yndyrës dhe mund ta përdorni shumë mirë për lyrjen e fytyrës. Ndërsa atë lëngun çdo mëngjes zotëria do të pi 1 gotë me lëng të ngrohtë, duke i hedhur 1 të verdh veze ose të gjithë vezën ashtu siç është, ta rajmë, ta bëjmë si portokolladë dhe ta pi. Kjo do të ndihmojë fuqishëm rigjenerimin e mushkrive. Para se të flej, le t'i pi dhe 10 pika propolis, dosha edhe 2 pika vajdafine të hunda, dhe frenohet pa diskutime dhe djersitja natën. Faleminderit doktor. Tjetër telefonat, si ishte ajo lyrja e fytyrës me atë yndyrën e kockave sipër? Marrim një lugë çaj me lëngun me yndyrën e kockave, lyejmë fytyrën, është një antirrudhi mrekullueshëm. Super. Detaj. Përshëndetje zotëri, mirë se erdhët, pyetja juaj. E mirëpresim. Doja të bëja një takim me doktorin, nuk e di që orari ka. Po, mund vini kur të doni. Takimi ishte restorant Durrësi? Klinika Yllimerja, po. Gjeni shumë kollaj në hartë, kështu që është në Google, po. E thjesht për të... Dua të konsultoja me doktorin, prandaj. Po, patjetër, kur të na thoni nga reporti, do t'ju bëjmë një... Sigurisht, mund ta përmendi që keni telefonuar. Faleminderit, tjetër telefonat, jemi në minutat e fundit. I mirëpresim radhën e telefonuesve. Përshëndetje. Përshëndetje, që këtë numër këtu të Rezedjelli, desha të punëve pak me doktorin. Po, jemi drejt për së drejti në studio, mund ta bëni pyetjen tuaj. Po, kam probleme me sinusët në blokimin e këtyre të sekrecionit në pjesën e sipërme të ballit. Me çfarë mund të ndihmoj doktorin? Po, dhimbje koke keni? Ka dhimbje të lehta. Dhimbje të lehta, atëherë, mund të jemi tek një inflamacion i këtyre sinuseve, ndoshta këtu nazale, atëherë të hunda, domethënë çfarë mund të bëjmë? Një avull me gjethe dafine, për shembull, në gjys litër ujë, hedhim 5-6 gjethe dafine, 5-6 gjethe ekualipsi, pasi ka një esencë ekualiptolin që na bën shumë mirë, edhe një lugë gjelle me rigon.
Qëndroni mbi këtë avullin 30-32 cm larg sipërfaqes së çajit dhe marrim nga ky ujë afërsisht avull 10-12 minuta. Do t'ju bëj jashtëzakonisht mirë. Krahas kësaj mund të përdorim mbas avullit 2 pika vaj dafinet e hunda. Faleminderit, doktor. Tjetër të interesuar? Përshëndetje, direkt në studio vjen zëri juaj. Telefonata, bëni pyetjen tuaj. Zilja Bie, përshëndetje. Ju dëgjojmë. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi. Pyetja juaj, zonjë. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi. Unë kam kurrizin e këmbës, kur vesh atletat dhe hiki, më dhem këmba. Po, ajo pjesa e sipërme e shputës së këmbës. Po sigurisht edhe nga poshtë është plot me gjaku. Po, lart. A, bravo. Te gropa e këmbës lart, ajo kurrizi. Po, që ti bëjmë një lehtësim dhe një përmirësim të qarkullimit të gjakut, është mirë ta masazhoj me ndonjë vaj bimor ose me ndonjë krem, ndoshta edhe atë vajin reumer që unë e përmenda, masazhohet mirë deri këtu tek talusi ose tek kyçi i këmbës, që i themi neve, dhe bëjmë masazh 5-6 minuta në pjesën e sipërme, 5-6 pjesën e poshtme. Pastaj bëjmë lëvizje rrotulluese të këmbës, edhe kështu nga e majta në të djathtë, edhe nga e djathta në të majtë, në të kundërt. Kjo do të qetësoj shumë mirë situatën, sepse përmirësojmë qarkullimin e gjakut. Çaj mund të pish gjethe ulliri, lulen e murrizit, mund të përdorim ndonjë limon, ndonjë çaj të gjelbër e kështu me radhë, për të përmirësuar qarkullimin e gjakut, ose dhe boronicën. Telefonata e fundit. Përshëndetje, mirë se erdhët. Përshëndetje. Ju dëgjojmë? Mund të komunikoj me... Mund, patjetër, po bëjmë pyetjen tuaj. Po, ju dëgjojmë. Doktori? Po. Të lutem, doktor, unë duhet të komunikoj nga afër me juve kur mundem kështu në Çorë. Çfarë të thot doktori në Çorë? Me emrin reporti dhe në Çorë është i do t'ju hapet koha e bisedës e vizitës me njëherë. Në çdo moment të ditës. Faleminderit për telefonatën. Ndjes telefonuesve që nuk arritëm të komunikonim, do kemi herë të tjera mundësi, ndërkohë pyetjet tuaja patjetër, nëse keni një shqetësim, mund t'i adresoni në rrjetin social në Instagramin e doktor Ylli, stafi do të kujdeset për përgjigjen ndaj jush. Faleminderit doktor, ditë të mbarë. Ishte kënaqësi edhe jona që komunikuam me qytetarët. Kemi presim të nënashme, ndërkohë shihemi nesër me Rezi Dielli.